Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Do hapiteni, zbulohet konkurrenti i parë zyrtar i Ferma VIP. Ethet e pritjes së sezonit të tretë të Ferma VIP kanë nisur, ndërsa kurioziteti i publikut është në kulm, veçanërisht pas konfirmimit se timonin e moderimit do ta marrë Arbana Osmani. Ndërsa reality show do të startojë më datë 13 mars, zbulohet ekskluzivisht emri i parë që do t'i bashkohet kastit në Fermën VIP. Bëhet fjala për aktorin e njohur të humorit Romir Zalla. I dashur shumë për publikun shqiptar përmes roleve të tij ikonike në Portokalli, teatr dhe film, Romiri do të lërë përkohësisht skenën dhe dritat e studios për të përballur me sfidat e jetës në natyrë dhe punët e vështira fizike të fermës. Pjesëmarrja e tij premton momente interesante pasi publiku do të ketë mundësinë të njohë një anë tjetër të aktorit, larg petkut të personazheve, në bashkëtesë me figura të tjera publike.